Edhe këta të gjithë bashkë më dëgjoni njëherë. Ai është një prej demokratëve më të famshëm në rrjetet sociale, Korçari Ilir Vrenozi, por fama e tij mori akoma më shumë dhen kur kryeministri Edi Rama foli për të. Në fakt ishte vetë Ilir Vrenozi ai që pranoi që kishte marrë një telefonat nga kryeministri Edi Rama me të cilin kishte komunikuar për disa minuta. Kryeministri Edi Rama i kishte kërkuar atij një kafe, por Vrenozi shprehet se e ka refuzuar atë. Kjo gjë është pranuar dhe vetën nga kryeministri, i cili i dedikoi një rubrikë të veçantë, ato sy më sy, pikërisht Ilir Vrenozit. Ilir Vrenozi është shfaqur së fundmi në mitingun e realizuar për prezantimin e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Korçës. Dalja e tij në publik ka ndezur atmosferën, ndërkohë që nuk kanë munguar vargjet poetike të shkruara nga ai, por edhe disa vargje të bëra në formën e një këngë patriotike, duke kërkuar që të gjithë të votojnë numri 1. Madje Ilir Vrenozi arriti që të bënte të këndonte edhe ish kryeministrin Sali Berisha. Për më shumë le të ndjekim fjalën e Ilir Vrenozit para mira demokratëve në Korçë. Që ta shpijem në pesa, do votojmë numrin. Tani unë i kam këto, se e kam si me poezi gjithmonë edhe. Qytetar demokrat të Korçës ju përshëndes. Doktor Berisha, legjenda e demokratëve nisë erdhe. Më 11 maj, Shqipëria përsëri do të buzëqesh. Do lind një shpresë e re, një pranvere e madhe. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. Doktor, mos shiko aty, shiko mua. E besoj, ma ndjen shpirti këtë ndryshim. E them si njeri i thjesht, i varfër, si qindra mirat të tjerë. Komunizmi, rilindja, shpilla me e keqe e vendit tim. Ndaj duhet të arëzojmë këtë klik, Shqipërisë t'i bëjmë derë. E ndi, demokracia do fitoj përsëri. Ndryshimin do t'a bëjmë ne dhe diaspora. Do t'a nxirim në dritën ne në Shqipëri. Na pri doktor Berisha bëja fora. Tani po ju flas thjeshti një Vrenoz që është rritur me tërana dhe fasule. Unë mu dua të më blinte i gjati ky Karagjos, por unë jam i djatë o qyryk dhe krenar që kokën do të ma ule. Sepse ti me shitblerje je mësuar, bleve me Gonigal, Blinken, bleve Yuri Kim, po njëzit e thjeshtë të ndeshëm kur si ke nështruar. Ndaj, doje të përfitoje dhe me imazhin tim. Po dije mo, si ju tha fëmive, më shini nundër një YouTube. U trondita dhe si prind po ta them një fjalë o i gjatë. Je kryeministër, po si nuk të erdi turp. Po si nuk të dhimë së fëmijët o shkërdat. Do them e një fjalë që nuk desha ta them, po do ta them. Do ta them, prit. Po prito. Ky ju thot fëmijëve, shikoni foto në YouTube para 15 vitesh. E nëzire tani që kësa një kokur uriri.
Jo para 15 vjetëve. Maskara. Ndaj ju bëj thirrje të gjithë baballarëve që më 11 maj të arëzojmë këtë psikopat. T'u tregojmë vendin këtyre zagarëve që ardhmja e fëmijëve tanë të ketë një tjetër fat. Tani për doktorin, doktor, do shikoni si. Tani për doktorin do të them 2 fjalë. Doktor, o gjigant, po si nuk u lodhe as njero. Ti rëzohesh, por i ngrihesh përsëri, se je vital. Për Zotin, ti e ke zemrën bateri me energji nukleare. Ma beso, doktor. Unë, kur vi në protesta, 200 kilometro bej, protestave e bim të shtu ne të enës, jo e mund se më dëmi kockat. Kurse ti, liro Ervin Salianin, o maskara, ke futur brenda një të burgosur politik, ja ke frikën, sepse Ervin Saliani në 2021 mori në Korç 51.000 vota, edhe 9.800 personale, edhe e burgose, liroje sa më parë. Ervin! Tani, sa për ato tradhëtit, doktor, sa për ato tradhëtit, më dëgjo mua tani. Unë kam 28 vit martuar. Për Zotin e madh nuk e kam tradhkuar kur gruan. Gruan! Në këtë pikë jemi njësoj, se unë e di që edhe ti je besnik. Kurse aty, Dalamangua ka ndruar një 5-6. E ke dhe doktor, dua që ta bëjmë Ramën, që kur të lexoj më 11 maj, më 12, do me them 12 maj, kur të lexoj Edi Rama më 12 maj rezultatin, kur të lexoj rezultatin Rama më 12 maj, ti bjerë muti shalve të mozinga të ikë. Tashi, edhe këta të gjithë bashkë, më dëgjoni njërë, se mjaft në robëri, mo e mjera Shqipëri, demokrat votoni njëshin, ja vdekje aliri. Të gjithë bashkë tani. Të gjithë bashkë. Se mjaft në robëri, mo e mjera Shqipëri, demokrat votoni njëshine, ja vdekje aliri. Tani unë po bashkë në mëngjes, që po e mbyll tani. Të votojmë njëshin, të shporim qelbësirat.